ushtria ka qenë guerilja dhe është faqë me maska. Sa keni pas të ndikim? Që ajo ka qenë, nështë ta suksesi ma i madhë, është që po thamë këtë rolin e fikserës, sa keni mujtë me kontribu? Une veç, shumë interesant sepse se Femilla Drovci ka qenë i pari që ka dalë pa maskë. Orë tona kena kalun odë, tu fol edhe tu munu mi andru menjen, u që kësë që duhet me dalë pa maska, edhe me i kalëzu pse, duke i respektu regullat e odës. Edhe une që aty e kom su një farë mënyre kulturën e debatit, të hatashme, renin kur me fol, renin qush me fol, qush me ull, qush me duru cigaren, se kom pi cigaren, po duke me duru se këtë njerës të rrëtë përqark me pishin. Edhe qush me pas durim, mos mu lo të fol ka 4 orë. Voni folke, unë për këtesha. Voni folke, unë për këtesha. Edhe nuk, për shemull, e kishë mësu që kjo puna e bindjes ndaj ushtarve, duhet me qene gjatë, ai folke si ushtari me ushtarin, edhe ama kalojke orë tona. Une, sot, s'dia më besoni që njeri sot gjatë ka 3-4 ditë kje fol me dikon për me ta dhoni intervizë 10 minutësha që jo bo mas 1 minutëshe. Apo kupton 4 ditë hargjume orë pune pa asni inqizim. Veç diskutime, nesër më në të kjaj, unë do të menoj për këtë punë. Hajde nesër me fol me një kolegë të amën, se ki folje me mu më binde, po unë e duna me binde ato, vike një komandant tjetër. Se insistejshë që u që përja me hikë maskën? Ishe qartë pse, imazhi ma i keq që mu ishi me dhonë, e që Serbia doj kemi a kalzu botësh, ishtë që na jena terrorista. Nëse na dokëm si terrorista, so më rëndësi që apo del për i gojës tënde fjallë vetë mbrojtë, se ti u do kështë si terrorist. Që ato maska, më thëshin gazetarët e hujtë, që kjo imazh, fotografia folë ma shumë se 100 fjallë, imazhi i njerit me mask është imazhi i IRA, apo terroristave irlandez që i kemi në Angles dhe në Angli, edhe imazhi ETAs, organizatës terroriste në Spanjë. Badi Halla, tha ti më kalëzën sa të mirë janë këta bura edhe vetë mbrojtës, kur publiku jem Angles, kur edhe lojmet e she që të ushtorën e UÇK-s me mask, thët, po mire ka Miloševići. Mire ka Miloševići. Voni, kesh nevoj me au spjegu gjën e gatë që sheshe publiku e Angles. Edhe une me pasionin e njejtë, që që spjegoj kaj, me spjegu Shqip, me fol, mos mu nalë, edhe me porosia e vonit mos me metë, si në gjyst. Edhe mos mu nalë zoni mu, pse une tut nga prej. Dikuj që po më thëtë, jo së që ashto, ti s'ma kuptën, ju muni me qenë shpiuna, ju muni me qenë kështo. Edhe, me një moment e di që kur pranoj ma më fund, njeri që e ka aranžu intervistën me Femilla Drovcin ka qenë që Sali Ashari që ka qenë Zvicër që e kish kontakt bashkë me Recep Selimin. Recep Selimi ka qenë ajtë që ka qenë prapa kamerave edhe që më legjitimoj mu për shemull para se me hi, tha duhet me adhon intervistën njerëzve të besu shumë kena me këqyrë kush jete. Tash, super. Ju prej anës tu, ju i bëni maksimumin se edhe une prej anës teme kom e bo maksimumin. është legjitimi këtë jave, po. Edhe ma në fund tha, një njësime shtupytje që e ki Gjelal Gjarën. Edhe unë i kësha pas agjen pashtë të burgosë politik 5 vjetë, ku kish punu në Eksimkos, ka qenë zyrtar për financa, edhe sërb 5 zyrtar për financat bankosit i kishin shtim burg, që kishin mënu me përfitu prej trepqës edhe me i qu pare Adem Demaçit për me bo ushtri. Në 80-at e kishin shtim burg, agjen tem. Në 80-at edhe këta e njëfshë një tjetrin. Tha, kalzona për Gjelalin, agjë, mirë, tha ka qenë burg politik. Femija kështë qenë burg politik. E njëfshë një tjetrin, ish edhe një vullë që unë nuk jam e marume me shpionu. Mun është me dalë, edhe prej, që asaj prapavije shpion, po gjasat i imat vogla. Si na sot që i verifikojmë faktet edhe ata hinën që si, dëmëndon, u dushim me boj që si biseda gjata, nështë ta një 2-3 javë i kena kalu me binë Femilla Drovcin, me na dhonë neve intervistën. Ka qenë si formë e rezistencës në atë kohë si fikserit që keni kontribu në fitimin e simpatisë ndërkombëtarëve.